Sistemi i kamerë inteligjente do bëje, i cili do jetë, këta njerëz që do jenë këtu, dhe ato ekrane do shohin gjithë Shqipërinë koreale. Do shohin çdo rrugë në koreale dhe jo thjesht do shohin çdo rrugë në koreale këta, por sistemi është i tillë që në mënyrë të menjëhershme do sinjalizoj këtu për një rritje shpejtësie. Një rritje shpejtësie në një pikë caktuar të Republikës së Shqipërisë, aty ku janë kamerat në akset kombëtar, sinjalizohet këtu. Pra nuk do ketë më policë në rrugë, më fare. Punojësit e policisë do jenë të organizuar në një mënyrë tjetër që të jenë të gatshëm nëse është nevoja që ata të shkojnë atje kur ka diçka që duhet jetë policia, po jo të rinë atje edhe të dalin e thonë ndalo pak e të filloj ajo. Sistemi i kontrollit në koreale të shpejtësisë do bëj që jo vetëm nga njëra anë gjobat të jenë të menjëhershme dhe ajo që ne po punojmë është që gjoba të vijë në iPhone bashkë me portretin tënd.